Pas luftës dytë botërore është ndaluar mësim besimi islam nëpër xhami, nëpër mektebe, nga sistemi komunist i asaj kohe, të ish Jugosllavisë. Edhe ne kemi qenë gjenerata e parë të cilët filluam mësim besimin duke qenë në klasën e 7 të shkollës fillore. Te imami asaj kohe, që e përmendëm pak më parë, Rahmetliu Hafiz Nurimani, i mësuam shkronjat, bëm hatme, në hatmen që kemi bërë për herë të parë, ka marrë pjesë edhe Miftija asaj kohe nga Gostivari, Hafiz Zilbehari ka pas emrin ai, rahmet pas që inshallah gjithë ata. Edhe gjatë asaj kohe, edhe pse ishte për dy herë në javët, me dora cak të asaj kohe, mësonim themelet e besimit islam apo shartet e fesë islame, dhe ata të cilët e përveçsonin alfabetin arab, edhe hinin në musaf dhe kështu edhe bëm edhe hatën e parë.